Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndiqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Në takimin e sotshëm lexojmë prej librit të Numrave, kapitullit 1 deri në 8. Do të lexojmë disa pjesë prej tij dhe do të bëjmë një hyrje të shkurtër në krejt librin e Numrave, që gjithmonë kur fillojmë një libër të ri. Tekstin do të lexojë Mariola Ukaj nga Prishtina, katekezën do ta bëj Gasper Marku nga Vlora. Sikurse kemi thënë disa herë në takimet tona, fjala hebraike Tora vjen prej foljes hebraike Yara, që do të thonë mësim, udhëzim. Mirë po në fjalorin e shkrimit shenjën dy gjëra. E para 5 librat e parë të Biblës, 5 libërshin, dhe e dyta ligjin e Zotit në përgjithësi, ligjin e Mojsiut. Kur themi për shembull siç shkruan në Tora ose siç thot Tora, e kemi fjalën për diçka që gjejmë të shkruar tek 5 libërshi. Kështu flasim edhe për librat e Tora. Janë 5, pra Zanafilla, Dalja, Levitiku, Numrat dhe Ligji i Përtrirë. Deri sot kemi lexuar 3 librat e parë të Tora, Zanafillën, Daljen dhe Levitikun. Sot filloj me leximin e librit të Numrave, që është libri i 4 i Tora. Quhet libri i Numrave për shkak të dy regjistrimeve kryesore të popullsisë që përshkruhen në këtë libër. Është fjala për numrin e izraelitëve, për numërimin e tyre. Regjistrimi i parë, që bëhet te kapitulli i parë, bëhet në malin Sinai, në fillim të udhëtimit drejt tokës së premtuar. Qëllimi është për të përcaktuar numrin e burrave të aftë për luftë gjatë këtij udhëtimi. Izraelitët e dinin se udhëtimi do të ishte sfidues dhe se shumë popullata do t'u dalin para me qëllim që t'i ndalonin në rrugtimin e tyre. Regjistrimi i dytë e gjejmë te kapitulli 26, bëhet në fushat e Moabit, pas rreth 38 viteve krejt para hyrjes në Kanaan pra. Qëllimi këtu është të numërohet gjenerata e re dhe të ndahet toka sipas mallësisë së fiseve. Fisi më i madh do të trashëgonte tokën më të madhe. Fjala numrat të libri Numrave vjen prej përkthimit grek të 70-ve, do të flasim prapë për këtë përkthim. Ata e quajtën aritmoi, që në greqisht do të thotë numrat. Shënjërënimi tek përkthimi latin i Vulgatës vazhdoi të thras numra, numeri në latinisht, kështu njihet në të gjitha përkthimet e gjuhëve moderne, përveç se në hebraisht, ku gjejmë emërtimin Bamidbar, që do të thotë në shkretir. Titullin e hebraisht e merr prej mënyrës se si fillon ky libër, Vayedaber Adonai el Moshe Bamidbar, sipas konceptit hebraik, ky libër shkruan për fjalët që Zoti flet gjatë ecjes në shkretir, për ngjarjet që ndodhin në shkretir. Studiuesit e ndajnë këtë libër në 3 pjesë. Pjesa e parë në Sinai, që përmban përgatitjen për nisje, kapitulli 1 deri në 10, kapitulli 10 rreth 10. Pjesa e dytë nga Sinai deri në fushat e Moabit, endja në përshkretir, kapitulli 10 rreth 11 deri kapitulli 22, rreth i parë, dhe pjesa e tretë në fushat e Moabit, që është përgatitje për të hyrë në Kanaan, kapitulli 22 rreth i parë deri në 36 rreth i 13. Është një libër mjaft i gjatë, pra ka 36 kapituj. Është e pamundur të thuhet gjithçka për këtë libër. Do të nxjerrim prej tij disa mësime që na interesojnë veçanërisht për një lexim katolik që po bëjmë në takimet tona. Kush janë autorët e këtij libri? Kjo është një pyetje shumë e vështirë për të përgjigjur. Sipas mendimit tradicional, ky libër është përmbledhje e traditave të ndryshme, nuk është i shkruar për një njeriu të vetëm, por as për një shkollë të vetme teologjike. Do të përmbledh këtu shkurtimisht mendimin e studiuesve. Autori i parë është Burimi P, i ashtu quajtur i Burimi P, është autori që e kemi takuar disa herë, e kemi quajtur Priester Shrift ose Priester Codex. Studiuesit e datojnë në shekullin e 6, 5 para Krishtit, gjatë dhe pas shpërnguljes babilonase, pra rreth viteve 515-520. Redaktimi i materialit P mund të ketë shkuar deri tek mesi i shekullit 5 para Krishtit, pra rreth viteve 450. Prej tij kemi për shembull listat e regjistrimit, organizimin e fiseve, ligjet levitike, rregulloret e pastërtisë, materialin liturgjik e tjera.
Tek materiali që i përket autorit J ose autorit Jahvis, gjejmë disa tregime ndoshta pak më të vjetra, por jo shumë më të vjetra, janë ato që ka të bëjnë me ngjarjet, me ndollit gjatë shkretirës. Ka edhe shtresa redaksionale të ashtu quajtura në kohën e reformave të Ezrës dhe të Nehemis, po i përmendim këto reforma, por do t'i shpjegojmë të gjitha kur të vi koha, që do mos kur të shpjegojmë librat Ezrës dhe të Nehemis, janë bërë disa shtojca tjera dhe libri ka marrë formen përfundimtare që ka sot. Nga libri i numrave, kapitulli 2, rreshtat 17 deri në 22. Atëherë le të çoj tenda e takimit, kështu që të banishta e levitëve të gjendet në midis të banishtave. Sikurse të çoj ashtu edhe le të ngul, secili në flamurin e vet dhe në vendin e vet. Në krahun e perëndimit le të jetë flamuri i njësive të bijve të Efraimit sipas njësive të tyre. Prisi i tyre ishte Elisamai, i biri i Amiudit. Gjithë ushtria e luftëtarëve të tij që u regjistrua, 40.500. Me ta ishte fisi i Manaseut, prisi të cilëve ishte Gamalieli, i biri i Fadasurit. Ushtria e luftëtarëve të tij që u regjistrua, 32.200. Në fisin e bijve të Benjaminit, pris ishte Abidani, i biri i Gjedeonit. Pjesa që lexuam vjen nga kapitulli 2 i librit të numrave, është pikërisht regjistrimi i parë i popullsisë, censusi kryesor. Lexohen këtu emra, ndarje, disiplina që izraelitët ndjekin për ta përcaktuar vendin e vet. Mund të duket në një formata të lodhshme, edhe të parëndësishme, sepse përmenden emra fisesh e familjesh, emra të pafund njerëzish të vendesh, por numrimi i këtyre emrave nuk është i parëndësishëm sepse nëse vrejmë pozitën e tyre, shohim se ajo përcaktohet prej pozitës së tendës së takimit. Izraeli organizohet rreth tendës së takimit, sipas 4 anëve të horizontit. Tenda e takimit është rrethuar prej 12 fiseve të Izraelit. Në lindje e rrethon grupi i Judës, Juda, Isakari e Zabuloni, në jug grupi i Rubenit, Rubeni, Simeoni dhe Gadi, në qendër rrin Levitët, tenda e takimit, nga perëndimi grupi i Efraimit, Efraimi, Manaseu, Benjamini, dhe në veri grupi i Danit, Dani, Asheri dhe Neftaliu. Tu hedhim një sy shkurtimisht këtyre rreshtave, që të gjithë sillen rreth rreshtit 17. Rreshti 17 i kapitullit 2 thot kështu: Atëherë, le të çojë tenda e takimit, kështu që të banishtja levitëve të gjendet në mes të banishteve, sikurse të çojë ashtu edhe le të ngul, secili në flamurin e vet dhe në vendin e vet. Pra, ky rresht fillon me detyrim. Le të çojë tenda e takimit. Do të çojë e ka përkthy dom Simon Filipaj, ky është edhe kuptimi. Mund t'jetë më mirë të përkthehet do të niset, por tenda e takimit çohet para se të ecë në përshkretir, populli prin dhe ndjek. Pra, le të niset, le të çojë tenda e takimit. Pozicioni i tendës është në mes, midis dy grupeve të para dhe dy grupeve të fundit. Populli e rrethon praninë e Zotit, ai është në qendër të jetës së tij. Populli është si një ushtri që ecë, e komanduar prej Zotit që është në qendër. 3 fise i prin, levitit i rrin afër tendës në mes, 3 fise e ndjekin nga secila anë. Levitit janë garanci e shenjtërisë së popullit, pra vetëm ata mund ta prekin tendën e takimit. Libri Numrave kapitulli 4 rreshti 15 shkruan kështu: Pasi Aroni e bijtë e tij ta kenë mbështjellë shenjtroren dhe të gjitha enët e shenjta të saja, kur të bëhet çoja nga banishtja, atëherë le të hyjnë bijtë e Kaatit për të mbartur ashtu të mbështjella, por të mos e prekin shenjtroren, që të mos vdesin. Kapitulli pa rreshti 51 thot: Kur do të duhet të bëhet çoja, levitet le ta shkrehin banesen, kur do të duhet të bëjnë atë të banishte, ata le të ngrehin, kushdo që s'është i fisit të Levit e të afrohet, le të vritet. Roli i levitëve pra është i rëndësishëm, ata evitojnë abuzimin me praninë e Zotit. Askush i pa përgatitur, pa arsye dhe pa nevojë, nuk mund të hyjnë në kontakt me Zotin. Besimi është i rëndësishëm. Kontakti me Zotin bëhet përmes ndërmjetësve
të autorizuar dhe të përgatitur për atë shërbim. Teksti thot se populli si kurse të qoj, ashtu dhe le të ngull, le të niset, ashtu edhe le të ndalet. Fjala është gjatë ecjes në përshkretir, ka pra rregull, disiplinë, gjithkush e ka vendin e vet edhe në rrugë, edhe gjatë ecjes, edhe gjatë pushimit, për shembull natën. Ata duhet të sigurohen që Zoti të jetë në qendër të tyre gjithmonë, si që në ecje, si që në të ndalur. Zoti i shoqëron gjithmonë, nuk i lë kur vetëm. Dhe se cili në flamurin e vet dhe në vendin e vet. Ish aliado në hebraisht, se cili si pas dorës së tij. Imazhi që jepet me këto shënime është se grupi ecë si një ushtri, Zoti është udhëheqësi që secilit ushtarët i rrin gati. Reshta 18-19 flasin për fisin e Efraimit, që udhëheq grupin e perëndimit bashkë me Manaseun dhe Benjaminin. Efraimi ishte i biri i dytë i Jozefit, por Zanafilla 48, reshti 17-20, tregon se Jakobi e bekoi të parin atë, pastaj Manaseun. Zoti bën shpesh kështu, me shumë i pëlqeu flija me të voglit, Abelit, se sa ajo e Kainit. Ai zgjedh Jakobin, jo Ezaun, ai zgjedh Davidin me të voglin prej të gjithë bijve të Jeseut, pastaj zgjedh Salomonin me të voglin prej gjithë bijve Davidit. Zoti shpesh zgjedh me të voglit, Zoti zgjedh Kedovet, nuk ndjek mendimet e njerëzve. Numri i Efraimitëve ishte 40.500. Thot teksti tek rreshti 21, kishte shumë më pak, 32.200. Kjo ka rëndësi për tregimin e mëvonshëm sepse, siç do ta shohim, pas ndarjes së mbretërisë së Samuelit në mbretërinë e Verillit të Jugut, këtë lexojmë tek libri i Mbretëve, kapitulli 11, por sidomos te kapitulli 12, Efraimi do të bëhet fisi dominues i mbretërisë veriore. Rreshti 22 tregon se Benjamini është fis i vogël, por sado i vogël është fis i rëndësishëm, prej tij rrjellin Sauli, për shembull. Kjo të tregon libri i parë i Samuelit, kapitulli 9, rreshtat 1-2. Tek rreshti 21 edhe vetë Sauli thot se ishte prej fisit të Benjaminit. Gjithashtu mbretëresha Estera ishte me prejardhje prej fisit të Benjaminit, tek libri Esterës, kapitulli 2, rreshtat 5-7, po dhe vetë Shën Pali 2 herë thot se është me prejardhje prej fisit të Benjaminit. E thot tek letra Romakëve, kapitulli 11, rreshti i parë, thuhet kështu edhe tek letra Filipianëve, kapitulli 3, rreshti 5, që gjithashtu me qira fjala, sikurse mbreti Saul, edhe Shën Pali, para se Jezusi t'ia ndroi emrin, e kishte emrin Saul. Edhe ky është një shembull se si Zoti përzgjedh emra të mëdhenj që dalin për një fisit të vogël. Vendosja e Benjaminit pranë Efraimit ka mjaft rëndësi në historinë e mëvonshme të Izraelit. Benjamini dhe Efraimi banonin në qendër të Kanaanit. Shumë ngjarje do të ndodhin në Izrael që do të varen prej këtyre dy fiseve, por do të flasim për to edhe në të ardhmen. Nga libri i Numrave, kapitulli 6, rreshtat 1-8. Zoti foli me Mojsiun e tha: Fol me bijtë e Izraelit dhe thuaju: Burri e grua kur të ketë bërë kushtin e Nazireatit, e duan t'i kushtohen Zotit, le të përmbahen prej verës e prej çdo pije dese, të mos e pinë as uthullën që bëhet nga vera ose çdo lloj lëngu që nxirret nga rushi. Të mos e hanë as rushin e freskët e as të thotë, gjatë gjithë kohës në të cilën i u kushtuan Zotit. Të mos hanë asgjë që nxirret nga vreshti prej rushit të papjekur deri te bërësit. Gjatë tërë kohës së veçimit të vet, të mos kalojnë brisk rrues mbi kokën e tyre deri ditën që të përmbushet dita e shugurimit të vet. Le të jetë i shuguruar e le t'i rriten flokët e kokës së tij. Gjatë tërë kohës së shugurimit të tij të mos i afrohet të vdekurit. Vetë të mos ndotet as prej të atit, as nënës, as prej vëllaut, as prej motrës, sepse shugurimi i hyjit është mbi kryet e tij. Gjatë krejt kohës së Nazireatit, të vetë le të jetë i shuguruari i Zotit. Kapitulli 6 i librit të Numrave është i famshëm për një rregull të veçantë që ligji i Mojsiut kërkon prej hebrejve, e kërkon lirisht me qira fjala do ta shohim, është rregulla e Nazireatit.
rregullat që do ta quajmë edhe ligji nazir. Është diçka që ne të krishterët nuk e kemi në asnjë formë dhe që në të vërtet nuk preket në besëridet të re, edhe pse, si do ta shohim, përmendet ndonjëherë. Kemi elemente ngjashmërie me të dhe do t'i shohim më vonë, por kjo rregull është ndër më uniket në krejt besëridhen e vjetër, në krejt Biblën. Megjithatë, para se ta shpjegojmë këtë rregull dhe kuptimin e saj, ja vlen ta shpjegojmë kontekstin teologjik të librit të Numrave. Konteksti teologjik ndihmon të kuptohet domethënia e përkushtimit të përjetshëm Zotit që gjejmë në këtë kapitull në formën e ligjit të Nazir. Kapitulli 6 i librit të Numrave është pjesë e një grupacioni të normave ligjore të kapitujve 5 deri në 6, që flet mbi shenjtrinë e bashkësisë së hebrejve dhe merr në konsiderat aspekte specifike. Për shembull, tek libri i Numrave kapitulli 5 1 deri në 4 flet për të gjithë ata që nuk i ndjekin normat e pastërtisë, do të përjashtohen nga mesi i popullit. Kapitulli 5, rreshtat 5 deri në 10, flasin mbi ligjin e shpagimit ndaj të afërmve, parasheh format se si do të falet një hebre pasi që të ketë katënuar. Për shembull, kemi ligjin e gruas së dyshuar, kapitulli 5, rreshtat 11 deri në 31. Këto rreshta shpjegojnë rastin si të veprohet me faljen e gruas që ka tradhtuar burrin, ose si të veprohet me gruan në të cilën burri dyshon. Ligji i Naziratit që po analizojmë është pjesë e normave që parashohin faljen e gabimit, pra të normave që përcaktojnë përkushtimin e plot të njeriut për Zotin. Në takimin e sotshëm do ta shpjegojmë edhe bekimin priftror të Aronit, atje më vonë, është tregues fakti se në përfundim të këtyre normave gjejmë bekimin e veçantë të Zotit. Zoti, siç do ta shohim, bekon ata që janë të përkushtuar krejtësisht atij. Vendosja e ligjit të Nazirit menjëherë para bekimit të Aronit nuk ishte rastit, të dyja kalimet trajtojnë nga këndvështrime të ndryshme temën e shenjtrisë si afrim ndaj Zotit. Naziri i afrohet Zotit nëpërmjet një jetese shumë asketike, me shumë sakrifica, me refuzime nga ma të ndryshme të kënaqësive trupore, sidomos të atyre që kanë bëjnë me ushqimin, ndërsa komuniteti, bashkia e izraelitëve, i afrohet Zotit nëpërmjet bekimit priftror. Fjala hebraike nazir vjen nga rrënja nazar, që do të thotë me nda, me veçu, nga kurrjell domethënia teknike teologjike e saj, me keni dam, i veçum, i kushtum, i përcaktuar për Zotin. Kjo fjalë i përngjet shumë fjalës kadasha, që e kemi shpjeguar tashmë, fjalës shenjtri. Shenjtria është një qenie, një status që njeriu dëshiron të arrijë. Është një bashkim i plot me Zotin dhe në një mënyrë të jetuari asisoj që ndihmon këtë marrëdhënie të vazhdueshme me Zotin. Nazirati është një zgjedhje që bëhet, që ndihmon arritjen e këtij statusi të bashkimit me Zotin. Një nazir ndahet qëllimisht, jeton në një mënyrë shumë të rregulluar në aspekte nga më të ndryshme dhe duke bërë shumë sakrifica jeton në një mënyrë sa më të përsosur që të jetë mundur. Nazirati pra nuk është diçka që trashëgohet, nuk është diçka që njeriu i përcillet prej dikujt tjetër. Është një zgjedhje personale që personi bën duke zbatuar disa rregullore krejt qartë të përcaktuara. Në besëridhen e vjetër kemi raste personash nazir, për shembull Samsoni, libri i Gjyqtarëve, kapitulli 13 deri në 16, ky u bë nazir prej lindjes së vet. Edhe Samueli, kapitulli i parë i librit të parë të Samuelit, rreshta 1 deri në 11, nëna e kushtoi nazir akoma para se të lindte. Ajo thot kështu: O Zot i gjithësisë, nëse priresh prej shërptores sate e shikon vuajtjen time, dhe nëse të vjen ndërmend për mua, mos e harro shërptoren tënde, e fali shërptores sate një djalë. Unë atë do t'ja kushtoj Zotit për të gjitha ditët e jetës së tij, dhe brisk rroje nuk do të kaloj përmbi kokën e tij. Edhe Amosi përmend nazir, Amosi kapitulli 2, rreshtat 11 deri në 12, thot kështu: Ngrita profet prej bijve tuaj e nazirenj prej të rinjve tuaj. Pse as është kështu, bijtë e Izraelit, është fjala e Zotit. I bëhet përdhun verë të pi nazirejt e profetëve u urdhëruat, mos profetizoni. Akuza e Amosit është këtu shumë e rëndë, e një korrupsioni të thellë që po ndodh në Izrael në mbretërinë e veriut. Izraeli nuk ka mëkatuar thjesht pse po kryen ritet sipas rregulloreve, apo pse ka bërë padrejtësi shoqërore,
duke mos u kujdesur për nevojtarët, por ka sabotuar institucionet nëpërmjet të cilave Zoti fliste dhe vepronte. Izraeli nuk dëgjonte profetët dhe shkelte shenjtrinë e nazirëve, dy format më të rëndësishme se si Izraeli i përgjigjej thirrjes radikale ndaj Zotit. Ai detyronte që nazirët të pinin verë që do ta shohim e kishin rreptësisht të ndaluar dhe i ndalonin profetët të profetizojnë, që ishte forma më e rëndësishme se si populli do të dëgjonte fjalën e Zotit dhe do të kishte mundësi ta zbatonte atë. Të futemi tani më me hollësi tek rregulloret mbi Nazireatin. Rreshti i parë shprehet kështu, kapitulli 6 i librit të Numrave. Burr ose grua, kur të ketë bërë kushtin e Nazireatit, e të duan t'i kushtohen Zotit, pra fjala është për ish o isha në hebraisht, për një burr ose grua, menjëherë do të theksojmë se rregulloria e Nazireatit përfshin edhe gratë me të njëjtat të drejta dhe detyrime si burrat. Shenjtria i takon gjithkujt, gjithkush është i thirrur të përkushtohet për Zotin. Sidomos shenjtria nuk i takon vetëm atyre që rrinë afër tendës së takimit ose tabernakullit, por i takon popullit në tërësi që rrethon tendën ku janë rasat e beslidhjes. Në mendjen e beslidhjes së vjetër, shenjtria veçantë të përkushtimi i plot për Zotin u takon priftërinjve. Ligji i Nazireatit përcakton se është e mundur të arrihet statusi shenjtrisë priftërore për çdo njeriu që dëshiron të thellohet në elementet e karakterit shpirtëror. Rreshta 3 dhe 4 parashojnë ndalimin e ngrënies së rrushit dhe të gjitha derivateve të tija. Shkruan kështu: le të përmbahen prej verës e prej çdo pije degëse, të mos e pinë as uthullën që bëhet nga vera, ose çdo lloj lëngu që nxirret nga rrushi, të mos e hanë as rrushin e freskët, as të thatë. Cilët mund të jenë shpjegimet e kësaj norme? Vera ishte një prej pijeve kryesore të qytetërimeve të popullatave vendase me të cilat jetonte Izraeli. Një prej qëllimeve të ligjit të Nazirit është të dallojë hebreun prej popullatave tjera, që do të rrethojnë tokën e premtuar. Nëse ky shpjegim është i saktë, atëherë Nazireati dëshiron të jap kontributin e vet për themelimin e një kulture të veçantë jetesës së dallueshme prej komëve përreth. E kemi thënë këtë edhe në lidhje me ngrënien e mishit të thellë. Një prej arsyeve të rëndësishme të ndalesës është se konsumimi i tij ishte shumë i rregullt në kulturat përreth dhe evitimi i tij prej hebrejve shënonte një dallim evident prej kulturave tjera që rrethonin Izraelin. Dihet, këtë kemi thënë, arsye teologjike janë më të rëndësishme se kjo, por edhe dallimi kulturor i dëshiruar i ka efekte të veta. Disa studiues kanë theksuar se rrushi dhe vera përdoreshin gjatë ushtrimit të kultit të fertilitetit dhe të ceremonive të kulteve të Baalit. Në Ugarit, për shembull, në Ras Shamra moderne, hynia pagane Baal konsiderohej si zoti i stuhisë dhe i shiut. Kjo ngjallte tokën, sidomos në pranverë, kur lind bimësia pas pushimit të dimrit, patjetër sipas besimit të tyre. Vera konsiderohet si produkt i këtij veprimi hyjnor. Gjatë festimeve të korrjes, e kemi përmendur tashmë, vera konsumohej në sasi të mëdha. Ka dëshmi që vërtetojnë se njerëzit deheshin edhe për qëllime kulti. Mendonin se njeriu i dehur hynte në një farë trançe, në një farë ekstaze, të shenjtë, sipas të cilës ata mendonin se komunikonin me hyjnin dhe kështu siguronin pjellorin për vitin tjetër. Dalimi plot i konsumimit të rrushit dhe verës shpreh largimin e Nazirit prej çfarëdo gjëje që mund ta lidhte me kultet pagane. Ishte një mënyrë se si ai të përcaktohej vetëm për Zotin e Izraelit. Rreshti 5 parasheh edhe një ndalesë kurioze. Gjatë tërë kohës së veçimit të vet, të mos kaloj brisk roje mbi kokën e tyre, deri ditën që të përmbushet dita shugurimit të vet. Le të jetë i shuguruar e le të rriten flokët e kokës së tij. Flokët e rritura natyrisht janë shenja të dukshme publike të statusit të Nazirit, janë shenjë e kushtimit të tij. Si konsiderohen flokët? E para si seli e fuqisë e shenjtrisë. Në mendjen e popullatave të lashta të linjës së mesme, flokët kishin domethënien patjetër estetik, por kishin edhe domethënien më të thellë, ishin shenjë gjallërisë, fuqisë e identitetit të personit. Tek libri i Gjyqtarëve, kapitulli 16, rreshti 17, do të lexojmë se si forca e Samsonit fshehej pikërisht
tek flokët e tij. Libri Numrave, kapitulli 6, nuk flet për fuqi të mbinatyrshme që japin flokët, por fakti se flokët janë vendi i kushtimit që njeriu i bën Zotit është i rëndësishëm, sepse rritja e flokëve ishte shenjë e kushtimit ndaj Zotit. Shkruan kështu rreshti 7 i kapitullit 6 të librit të Numrave: shugurimi i hyjit është mbi kokën e tij. Pra kjo pasqyron pikërisht këtë mentalitet, është elementi fizik i dukshëm që përcakton shugurimin e personit. Një tjetër domethënie e flokëve është se flokët i përkasin krejtësisht Zotit. Libri Numrave, kapitulli 6, rreshti 18, parashes se në fund të periudhës së naziratit, naziri rruhet dhe flokët i djeg si ofertë. Sipas kësaj, rrjedh se gjatë periudhës së naziratit, flokët janë pronë e Zotit, pra metaforikisht edhe personi që i mban ato flokë. Të shohim edhe disa paralele jo biblike. Disa klasa priftërore në Mesopotami, si për shembull hynia Ennu, të cilin e kemi përmendur tashmë, kishin kufizime të ngjashme me Nazireun. Daloheshin të preknin kufomat dhe duhej të ruanin një pastërti rituale ekstreme për të hyrë në shenjtërore. Gjurmimet arkeologjike në Ugarit, pra në Ras Shambra, kanë zbuluar disa mbishkrime që tregojnë se individet që kërkonin mbrojtje hyjnore ose suksese në luftë i kushtonin flokët e tyre hyjnive. Për shembull, hyjnis Anat ose Baal, hyjni që kemi përmend disa herë, duke lënë ato të rriteshin deri në plotësimin e misionit. Tek epi Gilgameshit, Enkidu përshkruhet me flokë të gjatë që rriten si gruri. Rritja e flokëve simbolizon një gjendje natyrore dhe të paprekur nga civilizimi, e ngjashme me gjendjen e Nazireut, që nuk duhet të përdor brisk. Kuptimi i përgjithshëm pra është ai largimit sa më të mundur nga bota dhe i ruajtjes së vetes të pandikuar prej saj. Rreshtat 6 deri në 7 parashohin që Naziri të mos prek kufomat e të vdekurve, me qëllim që të arrijë një shenjtëri më të madhe se të kryepriftit. Gjatë tërë kohës së shugurimit të tij, thot rreshti 6, të mos i afrohet të vdekurit, dhe rreshti 7, të mos ndotet as prej të atit, as nënës, as prej vllajt, as prej motrës, sepse shugurimi i hyjit është mbi kokën e tij. Pra, Naziri nuk mund të afrohet pranë asnjë trupi të vdekur, as i të njerëzve më të afërt të familjes. Izraeliti i zakonshëm lejohet të varros familjen, atëherë pastrohet. Këtë parasheh libri Numrave, kapitulli 19. Prifti i zakonshëm lejohet të varros të vdekurit vetëm për të afërmit të ngushtë. Levitiku 21, rreshtat 1 deri në 4. Kryeprifti nuk lejohet as për baban as për nënën. Levitiku kapitulli 21, rreshti 11, ndërsa Naziri nuk lejohet as për baban as për nënën, as për vllajin as për motrën. Naziri e tejkalon edhe kryepriftin në rreptësinë e ndalimit. Cila mund të jetë arsyeja teologjike e këtyre ndalimeve? Libri Numrave, kapitulli 19, do ta shohim, parashes se ndotja nga vdekja është ndotja më e rëndë nga të gjitha. Ajo simbolizon të kundërtën e shenjtërisë. Vdekja është e kundërta e jetës dhe Zoti është burimi i jetës, jo i vdekjes. Naziri vendoset nga ana e jetës, e shenjtërisë dhe e pranisë hyjnore. Shugurimi i hyjit është mbi kokën e tij, thot rreshti 7. Kjo ka në bazë shprehjen hebraike nezer, që Don Simon Filipaj e ka përkthyer me shprehjen e saktë. Shugurimi i hyjit i referohet një shenje dalluese ose shenjtrimi në krye. Shenjtrimi vepron si një kurorë shpirtërore e vendosur mbi kokën e personit. Fjala nezer do të thotë pikërisht kushtim, por edhe kuror. E njëjta fjalë përdoret për kurorën e kryepriftit, për kurorën mbretërore. Kështu Naziri mbart simbolikisht dinjitetin edhe mbretëror edhe priftëror. Kurora e kryepriftit përmendet tek libri i Daljes, kapitulli 29, rreshti 6, kurse kurora mbretërore tek libri i 2 i Samuelit, kapitulli i parë, rreshti 10. Është pra një dimension shumë i lartë shpirtëror, siç e vërteton rreshti 8 që thot, gjatë krejt kohës së nazireatit të vet, le të jetë i shuguruari i Zotit. Në hebraisht kadosh la Adonai, i shenjt për Zotin, person pra, krejtësisht i përcaktuar për Zotin. Nazirati është një praktikë e njohur edhe në traditat e mëvonshme,
përmendet tek libri i parë i Makabeve, kapitulli 3, rreshti 49, po lexojmë prej rreshtave 47 deri në 51. Thot kështu, a ditë agjeruan, u veshën me grathore, kres i qiten hi, i shqyen petkat e veta, hapen librin e ligjit për ta kërkuar në të çka kërkojnë pagant prej illujve, i sollen petkat priftrore, frutat e para dhe të dhjetat, i qiten përpara nazirejt që i kishin kryer ditët e kushtimit dhe klithen me zë të lartë drejt qiellit. Çfarë do të bëjmë me këta e ku t'i çojmë, pasi shenjtërorja jote është e shqelmuar dhe e përdosur e prifrit e tu janë në zi e të përvojtur. Jemi në mesin e viteve 170-160 para Krishtit, kur Antioku i 4 Epifan dërgoi ushtri të shumtë në Jerusalem për të shtypur një kryengritje. Populli ishte mbledhur në Micpa, kur bëri këtë takim lutje me sakrifica të mëdha që e përshkruan libri i parë i Makabeve, kapitulli 3, që sapo lexuam. Nazirejt përmenden këtu si persona që luten bashkë me të gjithë popullin, dhe lutja e tyre është e rëndësishme sepse është lutja e dikujt që janë të përkushtuar krejtësisht Zotit. Edhe tek Vepra e Apostujve, kapitulli 18, rreshti 18, tregon se Shën Pali qëndroi në Korint një farë kohe, pastaj u përshëndet me vëllezërit, edhe u nis me bark për Siri me Prishilën e me Akvilen, shkua në një vend në Kenhrej dhe atje e qethi kokën, sepse e kishte bërë kusht. Nazirati pra ishte një praktikë e njohur edhe prej aktorëve kryesor të beslidhjes së re. Si përfundim themi se biseda mbi leviratin është e lidhur me largimin nga bota, me refuzimin e kotësive që bota ofron dhe me përkushtimin e plotë të jetës Zotit. Kjo të paktën për një periudhë kohore. Gjithashtu, tema e shenjtërisë është e hapur për të gjithë. Priftërit dhe antarë tjerë të popullit janë krejt të ndarë, vetëm priftërit i rrinë afër arkës së beslidhjes, por kjo nuk është për ta garancie shenjtërisë më të madhe se ajo e tjerëve, që nëse duan përmes naziratit mund të arrijnë shenjtëri edhe më të thellë se ajo vetë kryepriftrit. Shenjtëria e thellë pra është e arritshme prej çdo kujt. Së fundi, vera, brisku dhe kufoma të vdekurit janë krejtësisht të ndaluara, të trija prekin secila 3 dimensione të ekzistencës njerëzore. Çfarë ha, ushqimi, si duket, trupi dhe si lidhet me vdekjen. Naziri kushton krejt e ekzistencën e vet për Zotin, deri edhe marrëdhëniet familjare. Jezusi për shembull një herë i thot dikujt që kishte ftuar të shkonte pas tij, eja pas meje e lëri të vdekurit i varrosin të vdekurit të vet. Mateu, kapitulli 8, rreshti 22. Kuptohet, ky person nuk ishte nazir, por koncepti ishte i njëjti. Në kuptimin teologjik mirët vesh se Jezusi nuk po mësonte askënd të mos varroste babën e vet. Ai nuk duhej të varroste babën, ai duhej të ndiqte Jezusin, të përkushtoi krejtësisht për Jezusin, të angazhohej për një jetë të shenjtërisë së plotë. Nga libri i numrave, kapitulli 6, rrestat 22 deri në 27. Zoti foli me Mojsiun e tha: "Thuaju Aronit dhe bijve të tij, kështu bekoni bijtë e Izraelit e thoni: Zoti të bekoft e të ruajt. Të ndriçoft Zoti me fytyrën e vet, pas mëshirë për ty. E sjell Zoti fytyrën e vet drejt teje e ta vënd paqen. Kështu ata le ta thërrasin emrin tim mbi bijtë e Izraelit e unë do t'i bekoj." Libri i Numrave, kapitulli 6, rreshtat 22-27, që lexuam, gjejmë të famshmin Birkat Kohanim, bekimin priftror. Quhet ndryshe edhe bekim i Aronit, është kulmi teologjik i gjithë bllokut të librit të Numrave, kapitulli 1 deri në 6. Është rasti kur Zoti bekon popullin. Libri i Numrave, kapitulli 6, 22 deri 27, thekson se prania e Zotit është elementi më i rëndësishëm prej të gjithëve. Bekimi i tij është pjesa kryesore e jetës së njeriut. Pas gjithë ligjeve dhe rregulloreve, Zoti shpallet i pranishëm dhe prania e tij shprehet si bekim. Bekimi priftror është i bërë në formë poetike, ka strukturë simetrike që tregon se është i qëndisur me kujdes, ka progresivitet, domethënë se nga ana përmbajtjes temat që prek shtohen njëra pas tjetrës. Tema e parë është mbrojtja, Jevareha Adonai vë Yishmereha, Zoti të bekoft dhe të ruajt, të mbrojt.
tema e dytë është Jaer Adonai panav elecha vihunecha. Zoti e sjellët fytyrën e tij drejt teje dhe qoft i hirshëm me ty dhe të dhuroft hir. Dhe e funit Yisa Adonai panav elecha vë jasem lecha shalom. Me fjalë tjera, Zoti e drejtoft fytyrën e vet drejt teje dhe të dhuroft paqen. Pra, tema e parë është mbrojtja, tema e dytë është hiri, tema e tretë është paqja. Secili rresht është më i gjatë se më pashmi dhe krijon efektin e bekimit që zgjerohet gjithmonë e më shumë. Rreshti 24 pra thot, Zoti të bekoft dhe të ruajt, Yevarecha Adonai ve yishmerecha. Të bekoft, rënja është barach, është një nga fjalët më të pasura të hebraishtes biblike, dhe çfarë nën kupton bekimi hyjnor, baracha? Kupton se sipas teologëve bekimi i Zotit jep një forcë jetësore, bekimi i Zotit ndihmon njeriu të jetojë, atëherë jep edhe mbarësi, përparim material dhe shpirtëror, por sidomos jep praninë aktive të Zotit në jetën e njeriu që është burimi kryesor i krejt të mirës. Bekimi i Zotit, bekimi që Zoti jep pra nëpërmjet priftit, është një fjalë performative. Fjala performative thot se ajo që prifti shqipton në atë moment, ajo edhe ndodh. Çfarë prifti thot, Zoti bën. Fjalët priftërore nuk janë pra formula të thëna kështu përmendesh, por janë mjete nëpërmjet të cilave Zoti vepron dhe fakti se bekimi është një fjalë performative në këtë aspekt është shumë i rëndësishëm. Të ruajt ve yishmerecha, rënja këtu është shamar në hebraisht që do të thot pikrisht të ruaj, të mbroj, të mbikëqyr. Nga çka? Nga rreziqet e jashtme, armiqt, smundjet e tjera, edhe ruajtja e vet bekimit që ka dhënë. Zoti jo vetëm jep, por edhe mban dhe mbron dhuratën që ka dhënë. Pra, bekimi dhe mbrojtja janë gjëra tipike të traditës së beslidhjes. Zoti jep jetë dhe garanton jetën. Dhuratat e Zotit nuk janë të dobta, janë të mbrojtura nga vet ai që i dhuron. Zoti e ndriçoft fytyrën e tij mbi ty dhe e tregoft hirin e vet. Këtë e thot rreshti 25. Ndriçimi i fytyrës së Zotit, Jaer Adonai panav elecha, është imazhi i fytyrës së Zotit, metafora më qendrore e teologjisë në botën biblike. Fytyra e Zotit ka dy mënyra se si tregohet. Fytyra kthehet drejt njeriut, me favor, me pranim, me bekim, kur Zoti e sheh njeriun, do më thonë se Zoti e bekon njeriun, me të pa Zoti, është gjithashtu një shprehje në Shqip, dhe fytyra që fshehet, kur Zoti e fsheh fytyrën e vet, tregon braktisje, gjykim, mungesë të tij. Për shembull, Psalmi 27, rreshti 9 thot, mos e fsheh fytyrën tënde prej meje. Ndriçimi i fytyrës, haarat panim, është metafore ndriçimit të diellit. Si dielli që ndriçon, bën gjithçka të lulëzojë, kështu vështrimi i favorshëm i Zotit, sjell jetë, drejtësi dhe begati. Këtë metaforë do ta hasim shpesh edhe ndër psalme. Fakti se Zoti e ndriçon fytyrën. Ndriçimi i fytyrës së Jezusit tek tregimi i shtrimit të tij e ka gjithashtu këtë kuptim. Është momenti kur Zoti, nëpërmjet Jezusit, fillon të tregojë përfundimisht mirësinë e tij drejt popullit. Jezusi po përgatitej të shkonte drejt mundimeve, flijimit të tij dhe ringjalljes. Dhe së fundit e tregoft hirin e vet, vihunecha. Hanan është folja, është një hir. Fjala hir tregon një dhuratë të paçmueshme, një dhuratë që jepet falas, lirisht. Kështu kemi foljen chesed për shembull, gjithashtu edhe fjalën hen, hanan. Janë dy fjalët më të bukura në hebraishtën biblike. Të dyja tregojnë dashurinë e Zotit që është falas dhe bazohet vetëm në mirësinë e tij dhe në dëshirën e tij që t'i bëjë mirë popullit të vet. Së fundi, rreshti 26 thot kështu, Zoti e ktheft fytyrën e tij prej teje në drejtimin tënd dhe ta dhënë paqen. Isa Adonai panav elecha vë jasem lecha shalom. E ktheft fytyrën e tij, fjalë për fjalë, e ngrit fytyrën e tij. Nasa është folja që do të thot me ngrit në hebraisht,
Nasapanim, pra është një shprehje frazeologjike që ka dy kuptime. Brenda kontekstit të Biblës, nasapanim do të thotë të falë mëkatin, por edhe të veshtroj me favor të plot dhe personal. Shembuj ku nasapanim, ngritja e fytyrës, përdoret si shprehje frazeologjike për të thënë faljen e mëkatit, e gjejmë te libri i Zanafils, kapitulli 32, rreshti 21, por edhe te libri i Jobit, kapitulli 42, rreshti 8. Të dhënë paqen, vajasem lecha shalom, është kulmi i gjithë bekimit. Shalom është fjalë jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse shpreh jo vetëm paqe ku nuk ka ngatresa, por ka një fushë semantike shumë të gjerë. Krejtësisht ekzistenca ka nevojë të jetojë në paqe. Harmonia e marrëdhënieve me Zotin, me tjerë, me gjithçka ka nevojë që të jetë e paqshme. Edhe mirëqenia totale, fizike, shpirtërore dhe shoqërore bazohet tek paqja e brendshme, si edhe pajtimi pas një konfliktit kur themelohet paqja edhe një herë. Shalom pra është fjala e fundit e bekimit dhe kjo nuk është e rastishme, ajo sintetizon gjithçka që u tha në dy rreshtat e mëparshëm. Mbrojtja, hiri, prania drejt për drejt e Zotit rezultojnë në paqe. Ekzistenca e plot dhe harmonizuar varet dhe bazohet vetëm në paqe. Në përfundim do të bashkëndaj me ju një element personal timin. Kur kam studiuar në Jerusalem, kam pasur një profesor arkeolog që e kishte emrin Gabriel Barkaj. Ka vdekur si mjet në janar, në moshën 81 vjeçare, por ka qenë një prej arkeologët më të famshëm në Jerusalem. Ky profesor im, në vitin 1979, Gabi Barkaj, si e kemi quajtur ne, ka zbuluar në Jerusalem, në Ketef Hinnom, në një varr të datuar në shekullin e 7 e 6 para Krishtit, 2 rrotuj argjenti që kanë pasur të gdhendur brenda tyre tekstin e librit të numrave kapitulli 6, rreshti 24-26, pra bekimin priftror. Ishte një zbulim që ky kishte bërë, për të cilin ishte shumë krenar, dhe sipas tij ishte shumë i rëndësishëm sepse zbulimi i këtij bekimi hynor tregon se këto janë ndër tekstet biblike më të vjetra që janë të shkruara dhe që janë të zbuluara ndonjëherë para rrotujve të detit të vdekur 400 vjet para zbulimeve në Qumran. Konfirmojnë gjithashtu se bekimi priftror ishte i njohur dhe i përdorur në periudhën edhe para shpërnguljes në Babiloni dhe gjithashtu tregojnë se ato përdorej si amulete mbrojtëse, ishin gjëra të zakonshme në lindjen e lashtë, por edhe mjaft interesante nga ana teologjike. Libri i Numrave, kapitulli 1 deri te kapitulli 8. Ky libër fillon me një census. Zoti kërkon Mojsiut një regjistrim për çdo fis, nga 20 vjeç e sipër që janë të aftë për luftë. Çdo fis të ketë një prijes dhe të jetë përfaqësues i tyre, kurse fisi i Levit nuk do të regjistrohen. Ata janë të përjashtuar nga ky regjistrim për arsye se do të shërbejnë në tendën e takimit. Duhet të kemi gjithmonë parasysh se në këtë libër dhe në shumë libra të tjerë të beslidhjes së vjetër, nuk duhet t'i kuptojmë ashtu sikurse ne i lexojmë, në mënyrë letrare historike, por do të depërtojmë më thellë në kontekstin teologjik. Populli i Izraelit është një popull i lirë, që ka një qëllim. Qëllimi i Zotit nuk është të formojë një popull ushtarakisht për luftë. Zoti don me përgatitë këtë popull për një rrugtim drejt tokës së premtuar, ku rrjedh qumë shtemjan. Këtë premtim Zoti ja kishte premtuar Abrahamit, atit të tyre. Kur flasim për ushtri, armatime, forca ushtarake, mendojmë gjithmonë për luftra, pushtime, agresione të ndryshme, kurse me Zotin nuk është kështu. Ai nuk mendon sikur mendojmë ne, sikur mendon njeriu. Zoti nuk lufton me njeriu. Zoti luftën e ka me djallin dhe engjëjt e tij. Ushtria e Zotit janë engjëjt e shetrit, arallat e ushtrisë qellore që lutën përpara të Tejet Lartit me himne e psalme, duke lavdëruar emrin e tij të shenjtë. Ushtari i Zotit është i armatosur me pancirin e fesë.
ku armët e tija janë lutja dhe përvojtëria. Forca njeriut është Zoti, nuk është arma. Çdo i krishter duhet të jetë një bashkëpunëtor për paqen. Nuk duhet të mendojmë sikur se mendon bota. Zoti do të më përgatit ushtar kundër skeqës. Jezusi na dha shembullin e tij. Ai e mundi botën dhe të keqen e saj duke vdekur në kryq. Dhe të tretën ditë u ringjall si vdekuri dhe nga njeu mbi vdekjen dhe rrinë të djathtën e Atit në qiell. Zoti përgatit dhe e organizon këtë popull me u përballë dhe me luftu të keqen dhe të ndimit që janë të pranishme. Toka është e mbushur plot me ligësi dhe me pabesi, që çdo ditë djalli i hellur në tokë do të angazhojë njeriu drejt të së keqes së mëkatit. Njeriu nuk do të jetë indiferent, por do të jetë i përgatitur për të zgjedhur rrugën që ja parashtron Zoti, të zgjedhë rrugën mes të mirës dhe të keqes, dhe të jetojë në praninë e Zotit. Njeriu nuk do të qëndrojë në pritje se gjithçka vjen nga qielli. Çdo njeri Zoti e njeh për emër dhe është i rëndësishëm në sytë e Zotit, dhe ai e thërret për një angazhim, secili ka një mision. Ky popull duhet të jetë i vetëdijshëm për misionin që ka. Misioni i tij është toka premtuar, dhe në fund, qëllimi final, atë dheu qiellor. Do të përballet me të keqen dhe do të luftojë me ndihmën e Zotit për të mposhtë fiset që banojnë atje. Këto fise janë fise pagane, ashtu si populli i Egjiptit që përfaqësoi të keqen. Kështu edhe fiset që ndodhen atje janë simboli të keqes. Zoti do t'i mund bashkë me ushtrinë e Izraelit dhe tokën e tyre do t'jo jap popullit të vet. Popullit e Izraelit me të vërtet ja dha bukën nga qielli dhe ujin nga shkrepi, sepse ishin në shkretir dhe Zoti ju ushqeu në mënyrë të mrekullueshme që të mos vdesin urije. Por tani duhet se çdo kush të jetë i dobishëm në këtë bashkësi, të jetë një ushtar i Zotit dhe të luftojë kundër këtyre fiseve pagane për tokën që Zoti ju ka premtuar. Populli i Izraelit tani është i bashkësi dhe ka një hierarki. Zoti vetë është prisi tyre, me ndërmjetës Mojsiun dhe Aronin. Dhe për herë të parë Zoti u thot se çdo krist të ketë një përfaqësues dhe një ushtri. Deri në këtë kohë që po flasim, Zoti ka luftuar për Izraelin dhe ka mbajtur mbi flatrat e veta. Tani Zoti don që ky popull të luftojë dhe t'i dalin Zot vetes së tyre vetë. Jo të luftojë Zoti gjithmonë për ta. Por Zoti e shoqëron në çdo moment duke i dhënë forcën e duhur që të fitojë mbi të keqen. Kjo bashkësi fillon nga populli i thjeshtë, prisit e fiseve. Mojsiu dhe Aroni udhëhecit kryesor deri te hyi. Çdo person është i rëndësishëm në sytë e Zotit dhe secili ka një detyrë në këtë bashkësi. Ne e dim se populli hebre janë 12 fise. Ne deri tani po flasim vetëm për 11, sepse fiset e Levit Zoti jep një tjetër detyrë të rëndësishme, detyrën e shërbimit në tendën e takimit. Në kapitullin e parë të rreshtit 48, Zoti foli me Mojsiun dhe tha: "Fisin e Levit mos e numëro dhe mos e shtjerë në numrin e bijve të Izraelit. Por caktoje ata për shërbes të dëshmisë." Ky është urdhri i Zotit. Ai përcakton, ai thërret dhe Mojsiu i zbaton. Fisi i Levit është një fis i zgjedhur nga Zoti për shërbesin prifterore, për të kushtuar fli për popull dhe një kult për Zotin. Zoti duhet nderuar. Ai don kultin që i takon nga njeriu. Në urdhën e parë thot: "Unë jam Zoti i hyjit, mos ki tjetër Zot përpos meje." Ndoshta nga njëherë pyesim ose mendojmë me veten: aq shumë ka nevojë Zoti për ne? Pse duhet aq shumë t'i bëjmë kult Zotit? Këtu duhet të ndalemi pak dhe të mendojmë. Ndoshta kjo është qendra e kësaj katekeze. Në radhë të parë duhet ta njohim veten tonë si njerëz, kush jemi dhe nga kush ekzistojmë, dhe të hedhim një vështrim brenda zemrës se kush është Zoti. Kur ta bëjmë këtë shqyrtim, atëherë jemi më të vetëdijshëm se Zoti duhet nderuar dhe don kultin e tij hyjnor. Të jemi të sigurt se ai nuk ka nevojë për kultin tonë, as për shëtrimin tonë. Ai është krejt i shenjtë, por ne kemi nevojë për ta, sepse
Ai është bojar dhe çdo nderim që ne i bajmë, ai kthen këto dhurata në vërtetë. Sa më shumë ta bekojmë dhe shëtrojmë emrin e tij, aq më shumë i afrohemi në shetëri dhe bëhemi të ngjashëm me të. Për shembull, Shën Francesku i Asisit ishte i ngjashëm me Krishtin, derisa e qunin Krishti i vogël. Ai kishte stigmat në durë, këmbë dhe krahëror, si Jezusi. Ai vetëm pse e nderonte Zotin dhe Zoti i pajisi me këto dhurata, e bëri të ngjashëm me birin e tij. Ja pse Zoti kërkon një kult nga njeriu. Një episod shumë i rëndësishëm është në fund të kapitullit të parë, rreshti 51. Kurdo që është i fisit të Levit e të afrohet dhe të vritet. Këtu përsëritet rasti kur kemi folë për dekalogun. Kush ta prek malin do të vritet. Në rastin e parë në malin Sinai, Zoti është në mal, në trajtin e tymit dhe të zjarrit. Në rastin e tanishëm, Zoti është në tendën e dëshmisë, ku brenda saj është arka e besëlidhjes me raset e ligjit, dhe pse Zoti nuk shihet, ai është i pranishëm. Dhe në besëlidhjen e re kemi Emanueli, Zoti me ne, Zoti me njerëz. Kjo është pedagogjia e Zotit. Ai e përgatit këtë popull në një takim gradual, formues, në njohjen e plotë se kush është Zoti. Zoti nuk është një tropore e gdhendur, sikur mendojnë popujt e tjerë pagan, por është një Zot i gjallë. Në gjendjen aktuale ku ndodhet populli i Izraelit, që nuk e ka njohjen e plotë se kush është Zoti, ai nuk mund ta prek dhe nuk duhet të afrohet Zotit se vdes. Kush shikon Zotin përballë nuk mund të jetojë. Në librin e Daljes thot, kapitulli 33, rreshti 20. Njeriu nuk mund të më shohë mua e të mbetet në jetë. Vetëm dy persona kanë takuar Zotin dhe kanë qëndruar në jetë, Mojsiu dhe Jakobi. Të dy kishin shenjat dalluese. Mojsiu i shdriste fytyra, lëshonte rrezë drite, kurse Jakobi çalonte. Prandaj Zoti është i qartë, nuk i pëlqen rrëmuja dhe kaosi. Don rregull e disiplinë. Prandaj ja ka dhënë ligjet dhe rregulloret. Mes Zotit e njeriu është vetëm kulti ndaj tij. Njeriu nuk mund t'i afrohet Zotit në gjendjen e mëkatit. Vetëm në besëlidhjen e re, njeriu që është bashkuar nëpërmjet sakramentit të pagëzimit, mund të takojë, të flasë, të hajë dhe të pi në një tërëzë me Zotin, në tërëzën eukaristike, dhe që njeriu të vazhdojë rrugtimin në bashkimin e plot me Zotin, faqe në amshëm. Në vazhdim të këtyre kapitujve shikojmë se si Zoti kujdeset për çdo detaj, që ky popull të jetë më të vërtet shembull për popujt e tjerë. Dhe kushdo që ti shoh, të thotë, këto janë populli i Zotit, prona e tij. Tani këto fise të organizuara, që secili ka prisin e tij dhe ushtrinë e tij, të ngrenë tabanisht e tyre kush të veri e kush në jug. Disa të tjerë në lindje dhe dikush të perëndim, të tendës së dëshmisë. Kurse fisi i Levit të vendoset përreth tendës. Kjo është pamja e vendpushimit të popullit hebre. Në këtë popull shikojmë se Zoti ka dy qëllime. E para, do me përgatit një shtet formim, dhe e dyta, një popull religjioz. Në aspektin e parë shikojmë 11 fise të organizuara me ligje dhe rregullore, me ushtrinë e tyre, me prisin e tyre dhe simbolin e çdo fisi që është flamuri. Këto janë format e qeverisjes të një populli. Në rastin tjetër, një fis, pra fisi i Levit, që janë fisi priftëror të kushtuar Zotit për shërbeset e sheta në tendën e shetërores. Kjo është shëmbëllesa e kishës. Në mes të këtij populli vetë Zoti, mbreti i Izraelit, që është i pranishëm nëpërmjet tendës dhe arkës së besëlidhjes, ku më vonë Zoti i jep për mbret Saulit. Ndoshta ky model është marrë si shembull për të gjithë kombet e tjera, ku secili komb ka formuar shtetin e tij me ligje dhe rregullat e tija dhe simbolet kombëtare, e në mes tyre është Zoti, hyj, nëpërmjet kulteve fetare që është kisha. Çdo komb, çdo person, në qendër të jetës dhe në qendër të zemrës së tyre duhet të jetë Zoti, edhe që shkatja besoj vullnetit e tij. Këtë kërkon Zoti. Fisin e Levit, Zoti e thërret për një detyrë të shenjtë, të shërbejnë në praninë e Zotit në tendën e shenjtë. Kjo nuk është një merit e tyre, por një dhuratë që i vjen prej Zotit. Në kapitullin e 3, rreshti 12 deri në rreshtin e 13 lexojmë. Zoti i foli prapë me Mojsiun e tha: Ja, unë i zgjodha për vete
prej bijve të Izraelit levitët, në vend të paralindurve, atyre që të parët lindën ndër bijtë e Izraelit. Levitët le të jenë të mi, sepse mua më përket çdo i paralindur. Atë ditë kur i vrava të gjithë të paralindurit në dheun e Egjiptit, i sugurova për vete të gjithë të paralindurit që lindën në Izrael, qoftë njerëz, qoftë bakti, janë të mi, unë jam Zoti. Thirrja nuk është një privilegj, por shërbim, një mision. Zoti ka zgjedhur fisin e Levit për shërbesin preftërore, për një detyrë shumë të rëndësishme, për shërbesin liturgjike në tendën e shetërores, në praninë e Zotit. Zoti do njerëz të kushtuar, të ndarë nga bota, që janë në botë për botën. Këta janë në shërbimin e Zotit për të kushtuar popullit fletë e lutjes dhe populli i hyj të shetërohet. Gjëja e parë që duhet të kuptojmë është se vetë misioni fillon nga hyj. Është misioni i tij përpara se të bëhet misioni i yt. Ai nuk i zgjedh levitët si të përsosur, sepse ai na zgjedh dhe na dërgon. Ky është edhe realiteti i sotshëm. Kështu funksionon edhe në kishën tonë katolike, ku është rendi preftëror kushtuar Zotit, që vazhdimisht si një ditë për ditë i kushtojnë lavde Zotit dhe i ofrojnë popullit të hyjë mjetet e shërbimit që janë sakramentet e shenjta. Këto kapitull janë shumë të pasur me ligje dhe rregullore të ndryshme që populli të jetë sa më i rregullt dhe sa më i shenjtë. Një nga porositë e Zotit ishte pastrimi i popullit. Në kapitullin e 5 të rreshti 1-3 thotë: Zoti foli me Mojsiun e tha: Urdhëroi bijve të Izraelit të nxjerrin jashtë e banishtes çdo gërbolat, atë që i derdhet fareci, dhe të papastrin për të vdekurit. Dhe e bojnë jashtë e banishtes si burr ashtu edhe grua, që të mos e përdhosin atë, pasi unë banoj me ta. Zoti banon me njerëz, Zoti mes popullit të vet. Duhet të kemi kujdes. Zoti është krejt i shenjtë, pastri të met dhe populli duhet të jetë i shenjtë. Nuk e dëron të keqen dhe padrejtësi. Nuk jeton me njeriu në katar. Të nxjerrët jashtë e banishtes, të jetë larg, të përjashtohet nga bashkësia. Na duket një Zot i rrep, i ashpër. Bile në një vend tjetër thotë: le të vritet. Po, Zoti është i shenjtë dhe don shitrinë e njeriu. Aq më shumë miqve të tij. Kemi thënë në katekezën e tjera, njeriu është më mirë të vdes se sa të jetojë në mëkat. Në këto katekeza që po flasim, nuk ka vdekur akoma kush për mëkatet e njeriu. Nuk mjafton gjaku i mëzetëve dhe i cilëve për mëkate, por njeriu i duhet të vdes për mëkatet e veta. Kurse për ne ka vdek Krishti, ai ka paguar shumë shtrenjtë për mëkatet tona, që ne të jemi të lirë nga mëkati. Bile, ai zbriti në mbretërinë e vdekjes në limb dhe i nxori nga atje të gjithë ata që kishin vdekur në mëkat, bashkë me Adamin e Evën, që të jetonin edhe ata në lirinë e bijve të hyjit. Para se të mbyllim këtë katekezë, do të flasim shkurtimisht edhe për 2 episode të rëndësishme, që janë nga fundi këtyre kapitujve: lutja dhe dhuratat, ose lëmosha. Thuju Aronit dhe bijve të tij: kështu bekoni bijtë e Izraelit e thoni: Zoti të bekoft e të ruajt. Ta ndriqoft Zoti me fytyrën e vet e pas mëshirë për ty. E sill Zoti fytyrën e vet drejt teje e ta lash paqen. Kjo është lutja që Zoti thot të bekohet popullit Izraelit. Pastaj, në një tjetër vend thot: prisit e Izraelit, krerët e barqeve që ishin paranikët e secilit fis, të cilët kryen regjistrimin sollën shumë dhurata para Zotit. Dhuratat janë nga më të ndryshmet. Këta janë themelit e besimit për një popull besimtar. Besimi nuk është i mjaftueshëm nëse nuk fillon me veprime dhe shenjat e dukshme. Lutja dhe lëmosha janë veprime që dalin nga zemra e njeriu, fruti i fesë dhe rruga që të bashkon me hyjin. Lutja e ushqen fenë e personit, kurse lëmosha e pasuron atë. Kjo botë e mbushur me urrëtie, smir dhe luftra shkatruese, në rast se nuk ishte lutja,
ku do të ishte kjo botë? Forca e lutjes dhe mëshira e Zotit bën që kjo tokë të ekzistojë përsëri. Kisha e hyrë, që është e mbar botën, me dashurinë e kujdesin e saj për të dobtit dhe të varfrit, jep shembullin autentik, se çdo kush mund të japë diçka për nevojtarin. Përndryshe do të ishte shkatërruar kjo tokë. Ja pra, forca e lutjes dhe dashuria e lëmoshës. Që të dhërosh nga vetja diçka për të varfrin, të ndryshon jetën dhe atëherë ke bashkësi me hyj. Lutu dhe jep. Kjo i pëlqen Zotit. Në takimin e ardhshëm do të vazhdojmë me leximin e librit të numrave, do të lexojmë kapitujt 9 deri në 21, si gjithmonë ju porosisim të lexoni të shtëpia këto kapituj, se kështu do t'i kuptoni më mirë. Ne si gjithmonë ju falenderojmë përzemërsisht për vëmendjen tuaj, ju urojmë bekimin e Zotit. Kësaj herë bekimin e Zotit po ju urojmë nëpërmjet bekimit priftëror. Zoti ju bekov dhe ju ruajt. E ndriçov Zoti fytyrën e vet dhe pas mëshirë për ju. E sjell Zoti fytyrën e vet drejt jush dhe ju dhënë paqen.